kohën Big Brother janë. Të ndru. I ka njerë për qona natër, për këshyri më s'kanë bona e sa në po mik. Nuk jam kundër Big Brotherit si format, ama vëmendjen që e ka, do më thënë vetë fjalla, vetë që ajo ka qatë shumë klikime, tregon që po kërkohet, a u puth filani me fistekin, a u da, a u kajti, po getë që na jena si popull që ushqehom me qëto telenovela. Vlau, jam shkova në Gjermani, tha, po du më të qumë në restorant kinez. Thash, jo, se s'kom hongër korë dhe s'makona. Edhe kjo puna e servimit të medjas për populatër, është sikur që kjo puna e servimit vlau tem të pjatës kineze. Po dhe ti nëse vazhdojnë me observut njëti sen, ata kanë me vazhdu me konsumut njëtin sen. Chicken nuggets. A ke marrë në herftes më kohën pjesë e Big Brother? Jo bre, edhe bashinatin vjen. Që 4 vjetë e kanë qila të shpi kur ftesë së më kanë bo. He njëri aty e bëhet horë dhe del. Po do me kalu tash te Big Brother, nuk e di sa jetë e këshyrë. A se këshyra veç daljen që atë në e herë se kive. Kanolet e mija të në kohën Big Brother janë. Të ndru. I ka njerë për qona natër, për këshyri më s'kanë bona e sa në po mik. Me qatë sa ke pa, që shdo këtë si reality show? Unë po ta tregoj kështu një dëvërtet publike. Të hidhur. Unë televizorin si objekt e kam në shpe, po nuk kam televizion kablor. Nuk kam heq. Në vesh me YouTube qatë. YouTube, Netflixin, edhe gjana që ka unë zgjedhi mi pa, jo që kam servohen mi pa. Nuk Big Brotherin e për cili qështu reelsat që ka po mdojnë ka njëherë, edhe normal tashti shqiptari e mune këto diqka po më intrigon ashtu po hita një polipi ma shumë. Se di për veti, unë nuk jam kundër Big Brother. Jo, nuk jam kundër Big Brotherit si format, ama vëmendjen që e ka, do më thënë vetë fjalla, vetë që ajo ka qatë shumë klikime, tregon që po kërkohet, po për mu shumë e madhe ishdo është më bu, për shemull që filmi Shame and Money, ku lunë profesori jam, Astrid Kabashi, Fiona, kolegja jam, që e ka bu Regjin Visari, është në Sundance, është shumë ma lajmë, se sa a u puth filani me fistekin, a u da, a u kajti, po getë që na jena si popull që ushqehom me qëto telenovela, po tani që ka jam kundër medjes është që ti nuk mund është, që një kësha. Vlau, jam shkova në Gjermani, tha, po du më të qumë në restorant kinez. Thash, jo, se s'kom hongër korë dhe s'makona. Tha, po ti qysh, do me dit ata kona, s'ta kona, masi nuk pas ke hongër korë. Edhe më qaj në restoranin kinez, unë me full para gjykime, edhe merdha jo pjata full me para gjykime, edhe e hongra dhe ma kujti shumë. Edhe herën tjetër thash, përna qanë qatë restoranin kinez. Kështu që edhe kjo puna e servimit të medjas për populatër, është sikur që kjo puna e servimit vlau tem të pjatës kineze. Kështu nëse ata po dojnë me hongër, qa po dione, s'po ta mas krelon me duqa se bëlle mirë është, po nuk mund është ti të në kohë mja observu, edhe fëmite me milion vetë chicken nuggets hajnë, po unë i prezentaj me ushqime të reja. Shë që dhe televizioni dhe media e ka një barë këgjatë randë që mi prezentu njerëzit me gjana të mira, me gjana që i rritin, që i mësojnë. A e din sa aktiviteti kulturor ndodhë në Kosovë edhe shumë pak mbullohen medialisht. Unë personalisht, kër e kena pas premierën e shfaqës, ju kom shkru të gjitha medjave në mailet e tyre, zyrtare dhe ju kom thonë, e kemi qështu një shfaqje. As një nuk ka ardhë. Bila se maila nuk ma kanë këthy. A menon që servohet se shka dojnë me pa një shumic e popullatës, se në scenari që këshyrit e përmenin dhe vetë, ka klikime, ka audiencë, ka njerës që flejnë edhe të shohen me ta. Dyqysh, a mundet më konë ma shumë problemet e media se shka servojnë, atë njerës dhe se qka zgjidhin me pa? Është kjo e dyanshme, po dhe ti nëse vazhdojnë mja observut njëti sen, ata kanë me vazhdu me konsumut njëtin sen. Chicken nuggets. E nëse ja njës mi prezentu gjana të reja, ka pak audienca, ka morritë dhe kanë me mësu me pa diçka tjetër. Kanë me hongër edhe një supë me brokoli, pse jo. A ke marrë në herftes më kohën pjesë e Big Brother? Jo bre, edhe bashinatin vjen. Nuk e dija me marrë si kompliment as si ofendem. Seriozisht, që 4 vjetë e kanë qela të shpi kur ftesë së më kanë bo. Apo nuk e dim se prita që këmë më thonë po. Jo, as njerës ku marrë ftesë, edhe për me, se dija me marrë si kompliment, se menojnë që s'shkaj,
A me marrë si ofendim që nuk më konsiderojnë VIP. Jo, për më zëpraj për këtë pjesën e VIP-ve, se ka shumë VIP që janë atë. Për të qenë sinqert edhe nuk kisha shku. Së më gjeme ta bëjtë heq. He njëri aty bëhet horë dhe del. Kështu që nuk ishe. Nuk, unë si njëri, nuk kam qaf, kështu, kam qaf shumë me marrë vëmendje, po jo qasi loj vëmendje. Kam qaf disa gjona tjetës temi majtë ko qa private, kështu. Kështu që i kishtë thonë, jo, Big Brotherit. Me sa e kuptum ti, edhe me thirë të vishë adini është prallë që të kam thirë. Thonë, po, i shanëzi. Do të të pona ty në Big Brotherën e des. Jo, shansa s'ka. Mas pari nuk me milion fëmite me për një periuda gjatë. Unë edhe kur kam otime zërtare, për shemë, në bjen 10 ditë mas shumë tim ka ra milion, ashtu zemra më këputët. Menoj që kur s'ka me ditë një najtë gati. Kështu që nuk kisha mujtë kur me ilani me u shkput për tyre një periudë qatë gjatë kohore.